Është një zhvillim ekonomik i domosdoshëm që besojnë ndoshta mund ta ndjekin edhe vendet të tjera. Megjithatë, shteti i Floridës është bërë i pari në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka legalizuar arin dhe argjendin si mjet zyrtar pagese pas miratimit të ligjit nga guvernatori Ron DeSantis. Ky vendim lejon që monedat e arit dhe argjendit me pastërti të lartë të përdoren në pagesa, shlyerje borxhes dhe transaksione të tjera me kusht që palët të bien dakord. Ligji është i njohur si House Bill 999, do të hyjë në fuqi në një korrikun e vitit 2026 dhe synon patjetër që të krijojë një alternativë ndaj dollarit amerikan, duke i dhënë qytetarëve mundësinë të ruajnë dhe përdorin para me mbulesë reale. Pra, nëse më herët të gjitha detyrimet tuaja do duhet t'i paguanit në dollar apo në valuta të tjera, tashmë në Florida është më se mundur që të paguhet me monedha ari duke nisur nga një korriku i vitit 2026. Pikat kryesore të këtij ligji për t'i përmendur është fakti se hiqet taksa e shitjes për monedhat e arit dhe argjendit duke lehtësuar përdorimin e tyre si mjet pagese. Pranimi i tyre është patjetër vullnetar, asnjë biznes apo qytetar nuk është i detyruar t'i pranoj. Autoritetet shtetërore mund t'i përdorin vetëm përmes transaksioneve elektronike, jo dorëzimit fizik të monedhave, dhe duhet theksuar po ashtu se ky ligj nuk e zëvendëson dollarin amerikan, por krijon një sistem paralel pagese për ata që preferojnë të mbrohen nga inflacioni dhe dobësimi i valutës. Dhe është një lajm i mirë për ekonominë. Tashmë, një nga mënyrat më të mira për të ruajtur pasurinë tuaj mund të bëhet edhe një nga mënyrat më të mira për të proceduar me pagesa dhe transaksionet e ndryshme.